Dhe për të folur për këtë zhvillim, kam ambasadorin Sokol Gjoga. Ambasador, përshëndetje, kënaqësi të kem në këtë bisedë, ju uroj një 2026 sa më të mbar. Përshëndetje, faleminderit për ftesën dhe gjithashtu shumë suksese ju dhe televizionit tuaj në 2026. Shumë faleminderit, ambasador. Ambasador, në radhë parë si e pat një herë operacionin dhe arrestimin e Maduros, më pas ndaljen impaktin mbledhja e Këshillit të Sigurimit? Natyrisht ishte një veprim i paralajmëruar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qysh në shtator të vitit kaluar, kur filluan të goditen ato varkat e para, anijet e para që dilin nga portet e Venezuelës në drejtim të ujrave ndërkombëtare, por me drejtim Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me idenë e transportit ose me pritshmërinë për transportin e armatimeve, drogës, pra veprimeve të paligjshme në drejtim të Shtetit Bashkuar të Amerikës, duke u munduar për të gjetur aty tregje për shitjen e këtyre produkteve ilegale dhe natyrisht të dëmshme për popullsinë amerikane. Nga ana tjetër, kemi të bëjmë, domethënë gjeneza fillon edhe më herët, fillon qysh me zgjedhjen e Maduros si president në vitin 2018, por mos thënë pastaj dhe në vitin 2024, kur me zgjedhjet manipuluara Maduro rifitoi si thua postin e presidentit dhe filloi të hyjë në dekadën e dytë të drejtimit të Venezuelës, të vendit të tij. Por si thua gjenin një lloj baze shumë të rënduar brenda vendit të Venezuelës për popullin venezuelan e kështu me radhë, sepse situata aty ishte një situatë mjaft e rënduar, situatë ku drejtonte një narkoshtet dhe ku veprimet si thuash abuzive, veprimet manipulative, veprimet masive të korruptive dëmtonin masat e gjëra të popullit venezuelan dhe nga ana tjetër pasuronin një grusht njerëzish dhe natyrisht Maduro në vetvete që me rrëznimin e institucioneve demokratike synonin të fuqizonin klane, grupe klanesh që ishin rreth Maduros për të zhvilluar pastaj aktivitete ilegale ndërkombëtare, pra të një narkoterrorizmi për vende të ndryshme dhe rajone të ndryshme. Kjo ishte paralajmëruar qysh në mandatin e parë të presidentit Trump, por me mandatin e tij të dytë, presidenti Trump u fokusua fuqishëm jo vetëm tek Venezuela, por tek një numër vendesh të Amerikës Latine, gjë që gjeti si thua shfaqje dhe demonstrim edhe në doktrinën e Shtetet Bashkuara të Amerikës për sigurinë kombëtare. Kështu që Maduros ju bën disa thirrje nga ana administratës Trump për të hequr dorën nga veprimet e tij abuzive, korruptive, të kapjes së pushtetit, të ushtrimit të narkoterrorizmit edhe në arenën ndërkombëtare dhe natyrisht të mos lënies territor të vendeve të treta ose të katërta, të cilat synonin ta mbanin Venezuelën në drejtimin e tyre dhe pastaj të ushtronin presion në hemisferën perëndimore që Shtetet e Bashkuara të Amerikës pretendojnë që është një zonë ku ata nuk tolerojnë më futjen e fuqive të mëdha të parametrave ndërkombëtar, të parametrave global, siç mund të jenë Federata Ruse, Kina, por nga njerë edhe të vendeve që sjellin problematika në zona dhe rajone të ndryshme, ashtu siç mund të ishte dhe Irani, madje edhe vetë Kuba aty. Kështu që Maduros ju dhan disa shanse edhe në rrugë diplomatike për të larguar nga vendi, për t'i lënë opozitës si thush terren për zhvillimin e zgjedhjeve të lira dhe demokratike në vend dhe natyrisht për të parë se kë do të mbështesnin në mënyrë të lirë populli venezuelian në Venezuelë, por nga ana tjetër për të shkatruar një herë e mirë shtetin e karteleve të Maduros, por edhe të si thuash
bashkëpunëtorëve të tjerë, homologëve të tij në disa vende të tjera të Amerikës Latine.